Mirë, kthehemi përsëri bashkë në studio. Kemi folur për një sër zhvillimesh, por në fakt e gjithë bota I ka sytë edhe nga pasojat ekonomike të konfliktit në lindjen e mesme dhe sa ndikim do të ketë dhe çfarë ndikimesh do të jenë. Nafta është ajo që mbetet kryefjalë, por jo vetëm, sepse ka edhe një sër elementësh tjerë që shqetësojnë dhe ndikojnë. Për këtë do të flasë në studio, në këtë hapësirë, me ekspertin e ekonomisë, zotin Ergis Sefa. Zoti Sefa, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mbrëma. Pikë së parë një pyetje në makro, si është kjo situaci, po reflektohet dhe me sa panik po pritet, sepse nuk flitet për gjë tjetër në fakt. Absolutisht. Madje jemi në fazën e panikut akoma, sepse do duhen akoma edhe disa javë, nëse vazhdon, që shpresojmë të mos vazhdoj, që të filloj të ndihet edhe në ofertën që është në treg të sasisë së naftës dhe gazit natyror. Nuk është vetëm nafta, është dhe gazi natyror, I cili është shumë I rëndësishëm edhe për industrinë, po edhe për konsumatorin final. Dhe tregjet, aty që ka reaguar deri tani, ka qenë pjesa e panikut, pra pararoja e asaj që mund vi. Po në momentin që kjo zgjat 4 apo 5 javë të tjera, siç po duket nga parashikimet, si po na thonë gjitha palët, atëherë vërtet do fillojmë ta ndjejmë realisht jo vetëm në çmimin fundor, po edhe në rregullimin e komplet linjës furnizimit të tregjeve botërore. Unë duhet flasë për pjesën botërore, por duhet të përqendrohem tek Shqipëria, sigurisht. Se gjithmonë, kur ka situata të tilla, Shqipëria është e para, apo ndër të parat që ka efektin e menjëhershëm. Si reflektohet kjo menjëherë tek çmimi I naftës? A nuk kemi ne rezerva, si ndikon? 2 faktorët kryesore. Para janë rezerva strategjike që ne duhet I kemi deri në 90 ditë, pra qoftë nga ana shtetërore apo qoftë kompanitë private sipas ligjit duhet I ruajnë kjo, por e dyta që është faktori më I rëndësishëm, ne importojmë çdo litër nafte që ne përdorim për autoveturat tona apo për çfarëdo lloj qëllimi tjetër final. Edhe atë që ne prodhojmë në baltë dhe 7 milion fuqin vit, duke qenë se është e një natyre shumë të rëndë, e dërgojmë jashtë për ta përpunuar. Ne nuk kemi më rafineri këtu në Shqipëri, kështu që duhet ta dërgojmë jashtë. Pra, dhe përfundimisht, produktin përfundimtar të rafinuar, ne duhet ta importojmë. Dhe për sa kohë që ti importon 100% të produktit, padyshim që je varur nga çmimi I tregjeve ndërkombëtare. Duhet të kuptojmë që nafta dhe nënproduktet e saj është një ndër të vetmet produkte ndërkombëtare që kuotohet direkt në bursë dhe ai është çmimi I referencës pavarësisht vendit ku je. Dhe kuotohet vetëm dollar amerikan. Jo në kod quhet petrodollari. Ose ari I zi në fundit. Dhe për sa kohë që ti nuk ke një prodhim vendas se ta amortizosh deri diku qoftë dhe rritjen e çmimit apo qoftë edhe futjen në treg të një sasie më të madhe, atëherë do të jesh I varur tërësisht nga tregjet ndërkombëtare. Shto këtu pastaj edhe faktorin spekullim, ne shqiptarët mbahemi për faktorin spekullim, edhe gjithë reflektohen në rritje çmimesh. E vërtet. Por, përsëri operatorët në treg mbeten vëmendja kryesore, se si reagojnë, se sa menjëherë I marrin sinjalet, por edhe sa abuzojnë. Dhe kjo pjesa e abuzimit është ajo që e bën më sensitive gjën, apo jo? Absolutisht, absolutisht. Ato padyshim që operatorët duhet të reagojnë nëse çmimi në bursë stabilizohet për lart, dhe patjetër, momentin që marrin ngarkesën e radhës, të cilën teorikisht e marrin me kosto më të lartë, mund të reflektohet në çmim. Po I kthehem asaj që po thoje më parë për spekullimin, duke qenë se operatorët e shikojnë tendencën që tani, por rezervat që kanë aktualisht I kanë të blera me çmimin më të lirë, që ishte më parë, gjithsesi ato tentojnë të përfitojnë sa më shumë, duke spekuluar disi me rritjen e çmimeve. Nuk ndodh vetëm tek ne, ndodh edhe në vende tjera të botës, por në këtë rast nuk është ky problemi kryesor, sepse kjo mund të jetë 1 javë, 2 javë, po në momentin që më pas vërtet ndryshon raporti kërkesë-ofertë në tregun botëror si pasojë e luftës, atëherë jo vetëm operatorët tonë, por kudo që të jenë në botë nuk kanë ç'të bëjnë për çmimin më. Si ndikon autoriteti I konkurrencës? Sepse ju vetëm një ditë më parë doli me komunikimin se të gjitha ndërmarrjet e ushtrojnë veprimtarinë në tregtimit karburanteve. Të gjitha këto janë në monitorim intensiv dhe a mendoni se do të ketë një hetim të thelluar për sa I takon këtij monitorimi dhe çfarë rezultate do të prodhojë? Unë shpresoj që kjo të shërbejë si një casus belli për të bërë një monitorim edhe një hetim edhe më të thelluar edhe të prapaveprim me disa vite më pas.
Autoriteti i konkurrencës ka targën pikërisht të shofi pjesën e spekulimit. Pra, në qoftë se ti si operator, magazinimin e produktit që ke, naftën që e ke nga ajo që është blerë muaj përpara apo qoftë dhe një muaj përpara me një çmim më të ulët, nuk ke arsye të justifikueshme që ti të arrisë çmimin pse u rrit çmimi në bursë, sepse ti nuk e ke marrë akoma sasinë e re. Pra, ti nuk mund të justifikohesh që unë kam harxuar më shumë në kosto dhe si pasojë po rris çmimin. Në këtë rast kosto jote është me çmimin e blerë muaj përpara. Në momentin që vjen ngarkesa re, mund ta justifikosh këtë gjë. Dhe këtu është roli i autoritetit të konkurrencës për të parë që nëse ti e ke koston me çmimin, më thoni za të vjetër tashmë që po quhet më të ulur, nuk ka arsye për ta ngritur për shkak të kësaj situate. Sepse ne nuk është se kemi një faktor tjetër apo një sër faktorësh tjerë brenda vendit që po i detyrojnë ata ta rrisin çmimin si pasojë rritjes kostos. A mund të ketë Shqipëria apo të vuaj të preket nga pasojë e rritjes të inflacionit me rritjen e çmimit të naftës? Absolutisht po. Absolutisht po. Dhe çfarë tregon kjo, çfarë sjell kjo që ta kuptojmë më thjesht? Rritje e çmimeve. Shumë e thjeshtë. Inflacioni nuk është gjë tjetër veçse rritje e çmimeve, rritje e kostove. Pra do duhet harxojmë më shumë për të blerë të njëjtat produkte dhe shërbime që blenim më sot. Po jo vetëm inflacioni që ne e prodhojmë nga brenda, po ne jemi në nga ato raste tipike ku ne në thonjza mund ta importojmë inflacionin. Si mund ta importojmë inflacionin? Ne partner kryesor tregtar kemi Bashkimin Evropian, kryesisht Greqinë, Italinë dhe Gjermaninë. Janë 3 ndër 5 partnerët tonë kryesor, për cilëve importojmë dhe eksportojmë. Nëse si pasojë rritjes së çmimit të naftës dhe të gazit, do të mos harrojmë ato një pjesë mirë dhe të energjisë elektrike dhe të industrisë e kanë me gaz dhe me naftë. Ato rrisin koston e produkteve tyre, si pasojë rritet kosto e importeve që ne kemi. Pra në një farë mënyre ne e importojmë me kosto më të lartë, e cila do reflektohet më pas edhe në çmimin fundor më të lartë. Dhe jo prej nesh, prej faktorëve tonë të brendshëm, po prej faktit se ato kanë probleme si pasojë e krizës dhe duke qenë se ato janë partnerët tonë tregtar dhe ne më së shumti importojmë se sa eksportojmë, atëherë edhe ne do të importojmë pjesë nga inflacioni i tyre. Dhe po flas edhe për produkte bazë. Ne nga Italia për shembull importojmë rreth 40-50% të produkteve ushqimore që ne kemi. Nuk po flas për produkte luksi. Qartë. I marrim pak me radhë, sepse nëse ka një efekt zinxhir, mund të konsiderohet si i tillë? Absolutisht po. Efekt zinxhir, kush janë ato që preken më shumë dhe që ndikojnë në jetën e qytetarëve, drejt për drejt? Se nafta për shembull është Absolutisht nafta është e para, por edhe në produktet e saj. Çfarë më pas? Gazi për industrinë e lehtë që përdoret gjithashtu, jo tek ne, por kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian. Tek ne kush mund të jetë tjetër? Nëpërmjet ngushticës së Hormuzit kalon dhe 1/3 e fertilizatorëve në botë, pra atyre që përdoren në bujqësi për prodhim, pjesa parësore e plerave kimike që i quajmë ndryshe. Në qoftë se ndërprehet edhe kjo ose vështirësohet transporti edhe i këtyre produkteve, çmimi i prodhimit në bujqësi do të rritet. Më falni, kosto e prodhimit në bujqësi do të rritet. Si pasojë, kjo do reflektohet edhe në çmimin final të produkteve. Në produkte tjera të cilat ne importojmë, madje importojmë 100% të tyre, janë për shembull produkte kozmetikës për vajzat. Të cilat të gjitha importohen dhe ato kanë ndikimin. Absolutisht, në pjesën më të madhe ato përbëhen nga kimikate të përpunuara, qoftë edhe pjesë organike të përpunuara nga nafta, nga në produktet e naftës. Plastika dhe çdo gjë që lidhet me plastikën është tërësisht e varur në produktin e naftës. Pa naftë nuk ka plastik.